Ka momente në histori kur koha ndalet. Kur një zemër e re, një djalë i ri, ngrihet përballë një pushteti të tërë. Jo sepse mendon se do të fitoj, por sepse nuk mund të rri duar kryq. Ka emra që nuk janë shkruar aq në libra, por janë gdhendur në zemrën e një populli. Emra që nuk e pan lirin, por që u bën themeli i saj. Emra që vdiqën të rinj, por jetojnë për gjithmonë. Një prej tyre është Mentor Tolaj, vetëm 18 vjeç, por me guximin e një ushtrie të tërë. Një djalë që sfidoi policinë serbe në mes të Deçanit. Një shpirt që tha boll më dhe e pagoi me jetë. Kjo nuk është thjesht një histori, kjo është një kujtesë, një thirrje, një detyrim moral që ne, si brez, si popull, si komb, të mos harrojmë kurrë ata që e deshën lirinë më shumë se jetën. Nëse ndonjëherë historia shqiptare do të shkruhej me gjakun e atyre që guxuan të ngrihen kundër të pamundurës, emri i Mentor Tolajt do të ishte në ballinë. Nëse e vlerësoni sakrificën e djemve si Mentor Tolaj, heronj që dhanë gjithçka për lirin ton, atëherë ju ftoj të pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në kanalin ton Histori Epike. Kjo është mënyra më e mirë për të mos harruar kurrë ata që bën historinë dhe për të na ndihmuar ta tregojmë atë brez pas brezi. Mentor Tolaj lindi me 1 dhjetor të vitit 1972 në një fshat të vogël por të madh për nga krenaria, Pobergj të Deçanit. Ishte djali i Ali Ramës, një burr që i fali shtëpinë e tij armëve të lirisë. Armëve që po hynin nga Shqipëria në Kosovë dhe që një ditë do të flisnin në gjuhën e çlirimit. Mentori ishte vetëm një djalosh, por me shpirt të një burri. Shkollën fillore e kreu në fshatin Drenoc, të mesmen e nisi në Deçan, por nuk arriti ta përfundoi. Jo pse nuk deshi, por sepse kishte një ëndër më të madhe se diploma, lirin. Ai se duronte dot pa drejtësinë. Kur shihte një shqiptar të shtypur, i ndizeshin syt si zjarri. Kishte një ndjeshmëri që nuk i takonte një adoleshenti, kishte shpirtin e një luftëtari. Në vitet e para kur rezistenca shqiptare veç se po ziende në heshtje, shtëpia e tij ishte një nga fortesat e para të lirisë. Armatimi që kalonte nga Shqipëria ruhej tek oborri i shtëpisë Ali Ramës. E në ato borr rritej Mentori, me syt nga qielli e duart drejt dhëmbjes së popullit të tij. Por 13 maji i vitit 1991 do të bëj dita që do ta kthente djaloshin në legjendë. Ishte një ditë e zakonshme në qendër të Deçanit, e zakonshme për pushtuesit, por e rëndë për shqiptarët. Polici serb Veksa, famkeq për torturat e tij, kishte ndalur një burr, një grua dhe fëmijët e tyre. I kishte rënë gruas para fëmijëve, dhunë, britma, lot. Mentori ishte aty. Dhe kur pa gruan shqiptare të goditej si të ishte leck, zemra ju mbush me flak. Ai nuk e mendoi 2 herë. E sulmoi policin me guximin e një njeriu që nuk e njeh frikën. U kacafyt me të, ja rrëmbeu armën, por nuk ishte vetëm ai. Policia serbe u derdh mbi të, e rrethuan, e qelluan, e gjakosën. Në atë përleshje u plagose dhe shoku i tij, Bekim Kuqi, por Mentori kishte marrë goditjen më të rëndë, rreth 20 plumba i kishin qarë trupin. Trupi i tij i ri, i njom, po luftonte me vdekjen, por mendja dhe zemra ishin ende zgjuar. Në ambulancën që e çonte drejt Pejës, shoferi Sylha Dërgjona i thot se Mentori i mbuluar me gjak kishte vetëm një fjali: s'po m'dhimbet jeta, se m'kan qartë.
Këto fjalë ishin si amaneti i një dëshmori që e dinte çmimin e sakrificës së tij. Ai nuk kishte frikë nga vdekja, sepse i kishte parë qartë armiqtë dhe lirin në të njëjtën kohë. Nga Peja u nis për Prishtinë. Mjekët bën të pamundurën. Operimi ishte i gjatë, i vështirë, i ndërlikuar, por kishte shpresë. Po pritej ta dërgonin në Zagreb për trajtim të mëtejshëm. Por me 17 maj, vetëm pak ditë pas plagosjes, zemra e Mentor Tolajt pushoi. E nesërmja do të ishte dita e transferimit, por ai nuk mundi të mbijetoj. Ishte vetëm 18 vjeç, vetëm 18, por kishte bërë aq sa shumë kush nuk bën në një jetë të tërë. Në varrimin e tij, mira shqiptar nga të gjitha trojet mbushën Deçanin. Nuk ishte më thjesht një djalë i Pobergjës, ishte bërë një simbol, një flamur, një kushtrim për një popull të tërë. Në vjeshtën e po atij viti, Deçani u ngrit në demonstrata për lirimin e shkollave shqipe nga regjimi serb. Njerëzit s'mund të rinin më të heshtur. Kishin parë se çfarë ndodhte kur një djalosh ngrihej. Kishin parë se si vdekja e tij ishte thirrje për jetë. Sot sheshi i qytetit të Deçanit të mban emrin e tij, sheshi Mentor Tolaj. Dhe me plot të drejtë, në vitin 2017, ai u nderua me titullin Heroj Kosovës nga presidenti Hashim Thaçi. Mentor Tolaj nuk ishte thjesht një viktimë e dhunës, ai ishte i pari që guxoi të përballej fizikisht me terrorin shtetëror serb. I pari që i tregoi Kosovës se liria nuk vjen me lutje, por me gjak e guxim. Ai nuk e la vetëm një armë pas, la një popull zgjuar. La një frym që sot fryn në çdo cep të Kosovës së lirë. Në çdo shkollë që mëson shqip, në çdo fëmijë që rritet pa frikë. Mentor Tolaj nuk vdiq në moshën 18 vjeçare. Në këtë moshë ai lindi përjetësisht. Ishte vetëm 18 vjeç kur u përball me një sistem të tërë shtypës. Ai nuk priti që historia të ndodhte, ai u bë vetë historia. Po ju, çfarë ndjesie ju la kjo histori? Shkruani në komente mendimet tuaja për jetën dhe veprën e mentorit. A njihni edhe ju ndonjë hero të panjohur që meriton të rrëfehet? Na tregoni, bashk po e rindërtojmë kujtesën e kombit ton gur pas guri, zemër pas zemre. Ne jemi Histori Epike, aty ku historia rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetëdijshëm për gjakun që rrjedh në damarët tanë.